Si të menaxhosh në mënyrë të sigurt një abort me medikamente në shtëpi. Aborti me medikamente është një metodë e sigurt, efektive dhe e përdorur gjërësisht për ndërprerjen e një shtatzënie të padëshiruar gjatë javëve të para të saj. Nëse po mendon ta menaxhosh këtë proces në kushte shtëpie, është thelbësore të jesh e informuar dhe e përgatitur. Metoda. Aborti medikamentoz zakonisht përfshin 2 barna. Mifepristone merret ditën e parë dhe ndalon zhvillimin e shtatzënisë. Misoprostol merret disa orë më vonë, zakonisht 24, dhe shkakton kontraktime që nxjerrin përmbajtjen e mitrës. Përgatitja. Zgjidh një ditë kur ke mundësi të pushosh. Siguro një hapësirë të qetë dhe private. Merr me vete peceta higjienike, ujë, ushqime të lehta dhe ilaçe për dhimbje, si ibuprofen. Mundësisht ke një person të besuar në afërsi, për çdo rast. Dita 1. Merr mifepristone me gojë. Kjo bllokon hormonin progesteron që mban gjallë shtatzënin. Në këtë ditë nuk ndodh zakonisht asgjë e ndjeshme. Mund të vazhdosh aktivitetet e zakonshme. Dita 2. Pas rreth 24 orësh, merr misoprostol, zakonisht 4 tableta në mënyrë sublinguale, poshtë gjuhës ose në faqe. Brenda disa orësh do fillojnë gjakderdhja dhe krampet. Kjo është pjesa më intensive, gjakderdhje e bollshme, ngjashëm me një menstruacion shumë të rëndë, dhimbje barku dhe ndonjëherë nauze ose ethe. Ditët 3-5. Gjakderdhja zbutet, por mund të zgjas për disa ditë. Dhimbjet zakonisht paksohen. Është normale të ndihesh e lodhur apo emocionale. Trupi dhe truri po përshtaten. Pushim dhe rikuperim. Kujdesu për veten. Ha mirë, pi lëngje, merr pushim dhe fol me dikë të besuar nëse ndihesh e ngarkuar emocionalisht. Shëndeti yt emocional është po aq i rëndësishëm. Testi i shtatzënisë. Pas 3-4 javësh, bëj një test shtatzënie për të siguruar që procesi ka përfunduar me sukses. Testet më herët mund të japin rezultate të reme pozitive, për shkak të hormoneve që ende ndodhen në trup. Kur të kërkosh ndihmë mjekësore, shko me një herë në spital nëse gjakderdhja është shumë e rëndë, më shumë se 2 peceta në orë për më shumë se 2 orë. Kemi temperaturë të lartë për më shumë se 24 orë. Dhimbje të padurueshme ose ere rënd vaginale. Nëse duhet të shkosh në spital, nuk je detyruar të tregosh që ke marrë medikamente. Simptomat janë të ngjashme me abortin spontan. Përfundimi. Aborti me medikamente në shtëpi mund të jetë i sigurt dhe i fuqizues, nëse e bën me informacionin dhe mbështetjen e duhur. Trupi yt, e drejta jote, vendimi yt.